rikthehemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 3 qershor dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që të ndiqni. Qershor. Ngjarje 1875. Vdi kompozitori i famshëm francez Georges Bizet. 1931. Lindi lideri aktual i Kubës, Raul Castro. Ai e mori pushtetin në Kubë nga vëllai i tij më i madh, Fidel, pas largimit të tij nga skena politike për shkak të gjendjes jo të mirë shëndetësore. 1944. Forcat naziste tërhiqen nga Roma. Lindje 1423. Lindi Luigi i XI, mbreti i Francës. 1808. Lindi Jefferson Davis, politikan amerikan. 1843. Lindi Friedrich i VIII, mbret danes. 1865. Lindi George V, i Mbretërisë së Bashkuara, mbret anglez. 1924. Lindi Petraj Pilika, profesor antar i Akademisë së Shkencave. 1925. Lindi Tony Curtis, aktor amerikan. 1925. Lindi Dervi Susic, letrar bosnjak. Vdekje 1918. Vdiq Mehmeti V, Sultan Osman. 1924. Vdiq Franz Kafka, shkrimtar çek. 1964. Vdiq Franz Emily Slampa, shkrimtar finlandez nobelist. 1970. Vdiq Adrian Conan Dyle, letrar anglez. 1979. Vdiq Arno Smith, letrar gjerman. 2001. Vdiq Anthony Quinn, aktor amerikan. 2016. Vdiq Muhammad Ali, kampion amerikan i boksit i peshave të rënda. Ndërkohë do të flasim rreth vrasjes së Josif Budës, dëshmorit të kombit, misërisht nga sampistët e Nezmije Hoxhës. 30 vite më parë, mbrëmjen e vjet korrikut të vitit 1990, u vran Lagjin Sallbek nga sampistët e Nezmije Hoxhës, i riu Josif Budo. Të nesërmen, kur arkivoli arriti në qendër të qytetit, i mbajtur në planga të rinj, nga masa e madhe e njerëzve, ushtruan thirrjet. Poshtë qeveria, hakmarje, Enver Hitler, Hekuran Slobodan, hakmarje. Lidher me këtë ngjarje, kryetari i seksionit të punëve të brendshme të Kavajës njoftonte hetuesinë e rrethit Durrës më datë 11/7/1990 në qytetin e Kavajës u zhvillua ceremonia e varrimit e Josif Budos, i vrarë më 10/7/1990. Gjatë zhvillimit të ceremonisë nga persona të ndryshëm, u hollën parulla armiqësore, u thyen xhamat e vitrinave përgjatë bulevardit të komitetit të partisë, si dhe u dogjë makina e komitetit të partisë të rajonit. Nga ana jonë u morën masa dhe kemi filmuar një pjesë të zhvillimit të këtyre ngjarjeve, nga ku kemi bërë të mundur identifikimin e armiqve. Pas varrimit të dëshmorit Josif Budo dhe shkatrimeve që pësuan, po atë natë në Kavaj, u futën tankët për herë të parë për sundimin gjyshmës shekullor diktatorial. Lëvizja antikomuniste e Kavajës nuk që një veprim i çastit që aty u ndez e u shua po aty. Përkundrazi, ajo që doli hapur, që nga 29 janari me parullat në gjimnazin e Kavajës, e deri më 12 dhjetor, kur u formua Partia Demokratike e Shqipërisë, me sa duket, Kavaja ishte paracaktuar nga historia për të bërë dallandyshe e parë e demokracisë në Shqipëri. Norman Joseph Wisdom lindi më 4 shkurt 1915, vdiq më 4 tetor 2010. Ishte një aktor, komedian, muzikant dhe këngëtar anglez, më i njohur për një seri filmash komedi të prodhuara midis
shfaqeshin nga diktatori Enver Hoxha. Charlie Chaplin dikur ju referua Wisdom si kloni i tij i preferuar. Wisdom më vonë krijoi një karrierë në Broadway në New York City dhe si aktor televiziv, duke fituar vlerësimin e kritikëve për rolin e tij dramatik të një pacienti që po vdiste me kancer në shfaqjen televizive Golden Country në 1981. Ai bëri turne në Australi dhe Afrikën e Jugut. Pas fatkeqësisë së Çernobilit të vitit 1986, një bujtin u emërua në nder të tij. Në vitin 1995, atij ju dha liria e qytetit të Londrës dhe e Tiranës. Në të njëjtin vit, ai u emërua Obe dhe u shpall kalorës 5 vjet më vonë. Familja jetonte në 91 Fernand Road, Maida Vale, Londër W9, ku flinin në një dhomë. Ai dhe vllai i tij u rritën në varfëri ekstreme dhe u goditën shpesh nga babai i tyre, i cili i merrte dhe i hidhte nëpër dhomë. Pas një periudhe në një shtëpi fëmijësh në Dale, Kent, Wisdom iku kur ishte 11 vjeç, kur u kthye për të bërë një djalë porosie në një dyqan ushqimor, pasi la shkollën në moshën 13 vjeç. Pasi u dëbua nga shtëpia nga babai i tij, ai u bëi pastre dhe fjeti ashpër në Londër. Në 1929 ai eci sipas llogarisë së tij në Cardiff, Wales, ku u bë një djalë kabine në marinën tregtare. Më vonë ai punoi gjithashtu si kamarier dhe faqe në hotele ku ofroheshin dhoma dhe stre për stafin. Në 6 muajt para vdekjes së tij, Wisdom pësoi një sër goditjesh, duke shkaktuar një rënje në shëndetin e tij fizik dhe mendor. Ai vdiq më 4 tetor 2010 në shtëpinë e të moshuarve Apostov në Isle of Man, në moshën 95 vjeçare. Funerali i tij u bë më 22 tetor 2010 në Douglas, Isle of Man, dhe i gjithë ishulli ishte i ftuar. Kapela e tij prej pëlhure e markës tregtare u vendos në arkivolin e kishës. Funerali u ndoq nga një numër i madh personalitetesh të biznesit, të show biznesit, dhe me kërkesë të Wisdom, Moira Anderson këndoi Who Can I Turn To, e cila u organizua posaçërisht për këtë rast nga Gordon Cree. Në vitin 2007, një bar me temë Norman Wisdom u hap në hotelin Cellphone Douglas, i quajtur Sir Normans. Ka fotografi nga filmat e tij të shumtë në mure dhe ekrane televizive, duke luajtur disa klipe të filmave të tij të vjetër. Statueja për bronzi e Wisdom, e cila dikur ishte në një stol jashtë Douglas Town Hall, është zhvendosur në shkallët që të çojnë në barin e hotelit në shëtitoren Harris. Wisdom u shfaq në serinë e BBC Radio 4 Desert Island Dix në gusht 2000. Nga 8 këngët që ai zgjodhi, 4 u interpretuan nga vetë Wisdom, përfshirë të preferuarën e tij Mos qesh me mua, sepse unë jam budalla, ndërsa i pesti ishte një duet në Josie Grenfell. Në vitin 2015, Wisdom of Hall, një shfaqje e re për një njeri bazuar në jetën e Norman Wisdom, u hap në teatrin Capitol, Horsham. Në vitin e 100 vjetorit të Wisdom, më 17 shtator, një turne në Mbretërinë e Bashkuar filloi në teatrin John Arnold të Guildford në 2016 dhe vazhdon në 2018. Kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për universit dhe yjet. Universi dhe yjet përbën një nga fushat më magjepsëse të studimit në astronomi dhe fizik. Këtu janë disa informacione të detajuara mbi këto tema. Universi, për masat dhe struktura. Universi i njohur është i përbërë nga miliarda galaktika, secila galaktik përmban nga disa milion deri në triliona yje. Galaktikat grupohen në grupe dhe grumbuj galaktikash, dhe këto grupime më të mëdha formojnë struktura të quajtur supergrumbuj. Distanca midis objekteve kozmike matet shpesh në vite dritë. Një vit dritë është distanca që drita përshkron në një vit, rreth 9.46 trilion kilometra. Origjina dhe zhvillimi. Universi filloi me Big Bangun, rreth 13.8 miliard vjet më parë. Big Bang është teorikisht momenti kur universi filloi të zgjerohej nga një pikë jashtëzakonisht e dendur dhe e nxehtë. Zgjerimi i universit është ende në vazhdim dhe galaktikat po largohen nga njëra tjetra. Kjo u vërtetua nga zbulimi i zhvendosjes së kuqe të dritës së galaktikave të largëta, që tregon se ato po largohen nga ne.
Materia dhe energjia. Universi përbëhet kryesisht nga materia e errët dhe energjia e errët, me vetëm 5% të materjes të përbërë nga materia e zakonshme që ne shohim dhe dim. Materia e errët nuk ndërvepron me dritën, duke e bërë të pamundur për të parë drejt për drejt, por ndikimi i saj gravitacional është i dukshëm në lëvizjet e yjeve dhe galaktikave. Yjet, formimi dhe cikli jetësor. Yjet formohen në rej të mëdha gazi dhe pluhuri, të quajtur mjegullnaja molekulare. Kur një rajon i mjegullnajës bëhet mjaft i dendur, fillon të kontraktohet nën efektin e gravitetit, duke formuar një protostar. Në qendër të protostarit, temperatura dhe presioni rriten derisa të fillojë fuzioni bërthamor, ku hidrogjeni shndrohet në helium, duke lëshuar energji dhe duke kthyer protostarin në një yll të qëndrueshëm. Yjet kalojnë shumicën e jetës së tyre në fazën kryesore të sekuencës, duke djegur hidrogjenin në bërthamën e tyre. Kur hidrogjeni mbaron, ylli hyn në faza të ndryshme si gjigant i kuq dhe më vonë mund të përfundojë si një xhuxh i bardhë, yll neutron apo vrim e zezë, varësisht nga masa e tij fillestare. Yjet binare dhe sistemet ujore. Shumë yje janë pjesë e sistemeve binare, ku dy yje orbitojnë rreth një qendre të përbashkët gravitacionale. Disa sisteme kanë më shumë se 2 yje, të quajtur sisteme ujore të shumëfishta. Vrimat e zeza. Vrimat e zeza formohen nga kolapsi gravitacional i yjeve masiv pas supernovave. Ato kanë një fushë gravitacionale aq të fortë që drita nuk mund të shpëtojë prej tyre. Rreth vrimave të zeza shpesh krijohen disqe akrecioni, ku materia e tërhequr rreth vrimave forcohet në të. Tani të kalojmë në rubrikën Neve Shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlerave ushqyese të rushit burman ose të rushit birman. Rushi birman, i njohur si lokton, është një frut i njohur sezonal në Bangladesh. Është një frut me ngjyrë të verdhë në formë të vogël të rumbullakët. Ai rritet me bollëk në rajonin e Azisë Jugore, si një frut ekzotik. Por gjatë dekadave të fundit, ai është bërë shumë i popularizuar për shkak të shijes së tij të ëmbël dhe të thartë dhe shumë përfitimeve shëndetësore. Vlerat ushqyese. Ai përmban një sasi shumë të mirë të vitaminës C, vitaminës B1, B2, hekurit dhe mineraleve. Gjithashtu përmban aminoacide dhe enzima përgjegjëse për metabolizmin e trupit. Përfitimet shëndetësore. Duke qenë se është shumë i pasur me vitamina, ndihmon në forcimin e sistemit ton imunitar. Rushi birman është dobishëm për kontrollin e sheqerit në gjak dhe kolesterolit. Rrit oreksin. Ai gjithashtu përdoret për humbje peshe. Frutat e lëngjet e pasura me vitaminë C janë vërtetuar se ndihmojnë njerëzit të humbin yndyrën dhe të mbajnë peshë të shëndetshme. Dietologët e njohur përfshin gjithmonë frutat dhe perimet me vitaminë C në dietat e personave të ndryshëm, sepse ka prova shkencore që tregojnë se konsumimi i ushqimeve të pasura me vitaminë C në baza të rregullta ndihmon në humbjen e peshës në mënyrë të konsiderueshme. Mjekët kanë zbuluar se ngrënia e frutave me vitaminë C ul insulinën. Kështu në vend që të ruaj sheqerin dhe ta shndrojë atë në yndyrna, ai e përdor atë si lëndjekse që çon në humbje peshe. Rushi birman është gjithashtu një nga burimet më të mira të vitaminës C, kështu që përfshirja e këtij rushi patjetër do t'ju ndihmojë të humbni peshë në mënyrë të konsiderueshme. Imuniteti. Rushi birman i nevojitet sistemit imunitar të trupit, në të cilën ndihmon në forcimin dhe promovimin e linjës mbrojtëse për të na mbrojtur nga sëmundje të ndryshme, sepse është një burim i mrekullueshëm hekuri. Për më tepër, qelizat e kuqe të gjakut janë të dobishme për procesin e shërimit të qelizave, indeve dhe organeve të dëmtuara, pasi ato janë bartëse të oksigjenit. Pra, për të pasur një shëndet më të mirë dhe për të qëndruar të sigurt nga sëmundjet të ndryshme, duhet të keni një dietë e ekuilibruar me një sasi të duhur të ushqimeve të pasura me hekur. Rushi birman përbëhet nga 3.3 mg hekur, që është 41.25% e vlerës së rekomanduar ditore të hekurit. Siguron energji. Pothuajse të gjitha aktivitetet tona kanë nevojë për energji. Burimi kryesor i energjisë që kërkohet për nevojat tuaja ditore është glukoza. Burimi i glukozës është
nishesteja dhe sheqernat që konsumoni. Nishesteja dhe sheqernat zbërthehen në sheqer të thjeshtë me ndihmën e insulinës gjatë procesit të tretjes. Glukoza më pas hyn në murin qelizor. Sheqeri i shtesë i disponueshëm nga ushqime i grumbullon muskujt, mëlçin dhe pjesë të tjera të trupit tuaj. Kjo pastaj shndërrohet në yndyrë më vonë. Një rush birman është një nga opsionet më të mira për të përmbushur sasinë e nevojshme të hekurit dhe vitaminës C, gjithashtu dhe sheqerin që është glukoza. Shëndeti muskulor. Proteinat e përmbajtura në rushin birman luajnë një rol të rëndësishëm në tkurjen dhe koordinimin e muskujve. Proteinat janë pranishme në indet e muskujve në formën e shumë mikrofilamenteve dhe sigurojnë strukturën e muskujve. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të krijohet një ekuilibër midis shkallës së sintezës së proteinave të muskujve dhe zbërthimit të këtyre proteinave. Rushi birman përmban këto proteina mjaft të rëndësishme, të cilat forcojnë shëndetin muskulor. Ftoja e zakonshme. Konsumimi i shpeshtë i rushit birman ndihmon në uljen e ashpërsisë së sulmeve të ftohjes dhe gripit, pasi ai përbëhet nga një sasi e konsiderueshme vitaminës C. Ai pakson efektet e ftohjes së zakonshme, duke përfshirë inflamacionin dhe rrjedhjen e hundëve. Ai jo vetëm që kontrollon alergjinë që shkakton të ftohtin, por edhe shkurton kohëzjatjen e saj. Shëndeti i kockave. Rushi birman përbëhet nga një sasi e mirë e kalciumit që ndihmon në parandalimin e osteoporozës. Kalciumi është një lëndë ushqyese më e rëndësishme për zhvillimin e kockave të forta, veçanërisht për fëmijët dhe të rinjt. Absorbimi i kalciumit si dhe zhvillimi i kockave është në kulmin e tij deri në moshën 20 vjeçare dhe më pas zvogëlohet gradualisht. Sasia mjaftueshme e kalciumit dhe vitaminës D ndihmon në rritjen e masës kockore tek fëmijët. Konsumimi i rregullt i rushit është gjithashtu një nga opsionet më të mira për të përmbushur kërkesat për kalcium, pasi gjendet në sasi të mëdha në këtë frut. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 3 qershor 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell, ndërsa në disa zona malore gjatë pasdites priten vranësira kalimtare. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të lehta. Pasditja vijon me motë të ngrohtë dhe mundësi të ulta për reshje të dobta lokale në relievet lindore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 32 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:07 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 28 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 19 deri në 32 gradë Celsius, Kukës 16 deri në 30 gradë Celsius, Peshkopi 15 deri në 28 gradë Celsius, Tiranë 17 deri në 31 gradë Celsius, Durrës 18 deri në 28 gradë Celsius, Kavaj 18 deri në 28 gradë Celsius, Elbasan 18 deri në 32 gradë Celsius, Berat 19 deri në 32 gradë Celsius, Korç 13 deri në 26 gradë Celsius, Vlorë 19 deri në 29 gradë Celsius, Gjirokastër 15 deri në 28 gradë Celsius, Sarandë 18 deri në 29 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës.
Territori i Kosovës për datën 3 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave kalimtare. Paraditja do të ketë intervale me diell në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja mund të sjellë shtim të përkohshëm të vranësirave në disa zona malore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar deri lart rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:57 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 26 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovic, 13 deri në 28 gradë Celsius; Podujev, 12 deri në 27 gradë Celsius; Skënderaj, 13 deri në 28 gradë Celsius; Pej, 14 deri në 29 gradë Celsius; Prishtinë, 12 deri në 28 gradë Celsius; Gjakov, 15 deri në 29 gradë Celsius; Malishev, 14 deri në 29 gradë Celsius; Gjilan, 12 deri në 28 gradë Celsius; Ferisaj, 12 deri në 28 gradë Celsius; Kaçanik, 11 deri në 27 gradë Celsius; Suharek, 14 deri në 29 gradë Celsius; Prizren, 13 deri në 29 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, ju ftoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e